Përshëndetje. Në këtë video do të flasim për modelet e mendimeve negative, të cilat shpesh i përkeqësojnë simptomat e ankthit dhe depresionit. Dhe do të zbulojmë disa nga arsyet pse ndodhin këto mendime. Mendimet negative mund të na duket sikur janë një përgjigje natyrale ndaj vështirësive që përballemi, por kur ato bëhen të shpeshta, krijojnë një cikël që e përkeqëson gjendjen tonë emocionale. Një nga faktorët që ndihmon mirëmbajtjen e këtyre mendimeve janë shtrembërimet kognitive. Ato janë perceptime të pavetëdijshme të realitetit që bëjnë që një situatë të duket më e frikshme ose e pakëndshme se sa është në të vërtetë. Për shembull, shumë prej nesh kanë tendencën për të menduar në mënyrë të gjithë ose asgjë. Nëse një student merr një notë pak më të ulët se sa që ka menduar se do ta merr, ai mund të mendojë unë jam i paaftë. Edhe pse ka pasur sukses në shumë raste të tjera. Këto shtrembërime i bën njerëzit të ndihen të paaftë dhe me më pak vetbesim. Po ashtu, një nga burimet kryesore të mendimeve negative është kritika negative ndaj vetes. Ajo e përfshin të menduarit ose të folurit me veten në mënyrë të ashpër, shpesh duke e fajsuar veten për situata që nuk janë tërësisht nën kontrollin tonë. Për shembull, kur dikush humbet një mundësi për një punë, ai mund të fillojë të mendojë: unë nuk jam aq i Zotit sa të tjerët, ose asnjëherë nuk do t'ja dal. Këto mendime dëmtojnë vetbesimin dhe përforcojnë ndjenjat e pavlerëshmërisë. Për ta përmbledhur, modelet e mendimeve negative, veçanërisht shtrembërimet kognitive dhe kritika ndaj vetes, mund të krijojnë një cikël të vështirë që ndikon negativisht në shëndetin tonë mendor. Duke u bërë të vetëdijshëm për këto modele dhe duke mësuar strategji për t'i sfiduar ato, ne mund të ndërtojmë një qasje më të shëndetshme ndaj mendimeve tona. Për këtë ju ftoj të ndiqni videon e radhës për strategji praktike që ndihmojnë në menaxhimin e mendimeve negative dhe zhvillimin e një perspektive më pozitive dhe realiste. Mbani mend, mendimet negative nuk përcaktojnë vlerën tuaj. Ju keni fuqinë për të ndryshuar ato.